Rruga kryesore Tetov-Jazhinc për banorët e këtyre zonave paraqet arterjen më jetike në perspektivë. Kjo rrugë me kuptimin që ka vlerësojmë që kërkon një investim shumë më serios infrastrukturor. Rruga Tetov-Jazhinc është funksionale, por sigurisht që nuk duhet të pajtohemi dhe të flasim për standarde. Ky drejtim rrugor lidh më shpejt fermerin me tregun, biznesin me industrinë apo turistin me zonën që do të vizitojë ato zona malore të këtyre anëve. Por çka në të vërtetë thonë qytetarët për këtë rrugë, për qarkullimin e komunikacionit, për shenjat e komunikacionit dhe për rëndësinë e saj? Deri më tani nuk ka shenja komunikacionit vendosura, siç e shihni edhe vetë këtu ka ndalesë të shtrirë për të ndalu shpejtësia e automjeteve, edhe pse kjo nuk është shënuar me shenja, që automjetet të ndalen para se të mbrinte. Kjo, kështu që kanë dëmet mëdha edhe automjetet, por edhe këmbësorët të cilët kalojnë në anën tjetër të rrugës nuk kanë të shënuar me ku të kalojnë. Si që dhimë në vende tjera ka shenja, është e shënuar ku kalojnë këmbësorët e kështu me radhë. Shenja s'ka, ma sa respektohen se di. Ka rrezik rruga, ka rrezik. Askund s'ka hiç kemet problem para gjithë. Gjithë s'ka shenja që me irëson shtë plot. I këti fshatet jam, kësha vërru që t'jenë pak edhe këto vozicit pak ma kujdeshëm, veçarisht ke vozicit, se lujnë fëmi, krejt në zanë si shkollë, shkën nalë poshtë. Edhe që t'jenë një urë, për në që t'kalojnë fëmi t'pi nalë që shkën shkollë poshtë, që t'kësha apelu. Investimet në rrugë sa më evropiane, sigurisht që do të përmirësonin infrastrukturën. Përmirësimi rrugëve do të ndikojë në rritjen e tregjeve dhe shërbimeve të ndryshme me karakter social.